Jeta e përditshme është plot me mundësi për të ndjerë praninë e Allahut. Çdo veprim, nga më i vogli deri te më i madhi, mund të kthehet në adhurim kur kryhet me sinqeritet dhe me qëllimin e duhur. Për myslimanët, të gjeturit e Allahut nuk është vetëm një praktik fetare, por një udhërrëfyes që ndriçon çdo aspekt të jetës. Ai është me ne në çdo hap, në gëzim dhe në sprova, duke na dhënë udhëzim dhe forcë për të përballuar sfidat e jetës. Si që përdorim dhe ne shqiptarët shprehjen që dita e mirë shihet me mëngjes, nëse ne mëngjesin e kemi filluar duke i lutur Allahut dhe duke i kërkuar ndihmën atij, është e sigurt që dita do jetë më e lehtë dhe sfidat më të kapërcyeshme, pasi me shpresë tek Zoti çdo gjë do ecë mbar. Dhe takimi i parë i çdo besimtari me Allahun është sabahu. Falja e namazit dhe vendosja e kokës në sejdë është momenti më intim i çdo personi, i cili është lidhja kryesore mes tij dhe krijuesit të tij. Aty njeriu e ndjen veten më pranë Allahut dhe aty hap shpirtin për çdo breng e cila e ka munduar gjatë ditëve më përpara ose problemet e sfidat që e presin për ditën në vazhdim. Madhështinë e Allahut, krijuesit ton, krijuesit të gjithçkaja, e shikojmë në çdo detaj, në çdo element të jetës. Një nga këto element është familja, shëndeti, jeta e njerëzve përreth, natyra. Ne në Kur'an kemi një ajet shumë madhështor, ku Allahu xhaleshanuhu i thot profetit Muhammed a.s. O Muhammed, të pyesin ty për mua, për Allahun, thuaj, unë jam afër tyre dhe i përgjigjem lutjes kur lutësi me lutet. Dinamika e jetës së përditshme nuk duhet të na largojë nga Allahu, por të na afrojë më shumë me të. Ai është gjithmonë aty, duke dëgjuar lutjet tona dhe duke na dhënë forcë në çdo hap që hedhim. Kur zgjohemi në mëngjes, duhet ta fillojmë ditën me një lutje, duke e falendëruar për jetën, shëndetin dhe mundësitë që na ka dhënë. Në çdo hap të ditës, ne mund ta kërkojmë Allahun përmes lutjeve të heshtura dhe veprave të mira. Jeta është bërë shumë dinamike dhe duket sikur vrulli na merr gjatë gjithë ditës e mendojmë se s'kemi kohë të mjaftueshme për përkujtimin ndaj Allahut. Për atë ne mund ta bëjmë dhe gjatë proceseve të tjera jetësore. Të shfrytëzojmë rrugën që shkojmë për në punë për të përkujtuar Allahun dhe profetin Muhammed. Të japim zemër vetes, të përballojmë sfidat e ditës me shpresën tek ndihma e Allahut. Po disa njerëz për shkak të angazhimeve të tyre të jetës së përditshme, e kujtojnë Allahun xhaleshanuhu vetëm momente fesash, vështirësish. Por ne duhet me kujtu Allahun, duhet ta lutim Allahun, të falenderojmë Allahun xhaleshanuhu me të filluar një ditë e re. Sepse Allahu xhaleshanuhu nuk na kërkon llogari ne kur jemi në gjumë. Ne Allahu xhaleshanuhu na kërkon llogari kur je i vetëdijshëm. E për këtë arsye ne fillojmë jetën me përmendjen e Allahut. Duke thënë bismillah në ngrënien e ushqimit, kur hap derën del nga shtëpia, kur vazhdon punën, për studentët kur të hyjnë provime dhe kështu me radhë. Për ato të cilët kanë vështirësi i kërkojnë Allahut ndihmë, ato që kanë probleme shëndetësore i kërkojnë Allahu xhaleshanuhu shërim. Allahu xhaleshanuhu i drejtohet njerëzve. Nëse ju me kujtoni mua në vetmi, edhe unë po ashtu do t'ju kujtoj ju. Nëse ju me kujtoni në mesin e njerëzve, edhe unë do t'ju kujtoj në mesin e më të mirëve që janë melek. Nëse ju me afrohi mu një plam, unë do t'ju afrohi një krah. Edhe vazhdon hadithit deri kur thot, nëse vjen tek unë duke ecë, unë do të vi tek ju, thot Allahu, duke vrapu. Aq shumë Allahu xhaleshanuhu na dën ne. Inshallah jeni për aty njerëz të cilët me vërtet Allahu na dën dhe na mundson që të pranojnë ato veprat tona, lutjet tona të mira. Namazi, leximi i Kuranit, dhënia e sadakas dhe veprat e mira janë disa nga urat e forta që lidhin besimtarin me Zotin e tij. Kur njeriu e përmend Allahun me zemër dhe me vepra, ai gjen qetësi shpirtërore që nuk mund t'i afrojë asnjë gjë tjetër. Përveç adhurimeve të përditshme, edhe përpjekja për të qenë një person më i mirë, për të treguar durim,
mirësjellje dhe dëmshuri janë mënyra për ta mbajtur lidhjen me Zotin të fortë dhe të qëndrueshme. Përveç angazhimeve ditore që çdo kush prej nesh i ka rutinë të jetës së tij, ka momente kur njeriu duhet të vetmohet për të pasur një lidhje më të fortë me Allahun nëpërmjet adhurimeve. Dhe disa prej adhurimeve janë momenti i faljes së namazit, dhënia e sadakave dhe e zekatit, agjërimi i Ramazanit, bërja e bamirësive të ndryshme, duke qenë afër me të pamundurit, duke ju ardhur ndihmë në momente të vështira me anë të sadakas. Të gjitha këto bëjnë që ne të kemi një lidhje më të fortë me krijuesin ton dhe të jemi të lidhur gjatë gjithë kohës me të. Gjithashtu, këto janë veprat cilat na bëjnë që edhe ne vetë të ndjehemi më mirë shpirtërisht. Adhurimet që janë obligim në Kur'an, siç është namazi, siç është agjërimi, apo mirësia të lexuarit të Kur'anit, janë për arsye se ato i jetë duke kryer një ibadet, një adhurim të cilën Allahu ka bërë obligim. Për shembull, namazi ty të afron me Allahun. Momentit që muslimani është më afër me Allahun xhaleshanehu është kur ai është në sejdë. Pra e ka ul ballin Allahut me për ulje, me ndërshtrim, kur i kërkon mbështetje, lutje, faljen gjunaheve. Kur ai agjeron po ashtu, madje thot profeti Muhamedi selam, nga namazi namaz Allahu fal gjunahet. Nga agjërimi, nga Ramazan, Allahu xhaleshanehu i fshin gjunahet. Por që lidhet me atë njëtin, lidhet me atë qëllimi, objektivin. Nëse kemi për hir të Allahut, atë na bën realitet këto. Nëse ne lexojmë Kur'an, thot profeti Muhamedi selam, për çdo germ që lexon Kur'an, sidomos muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit, për çdo germ që lexon Kur'an ka sevape. Pra besimtari kur të fillojnë të lexojnë Kur'anin, përveç sa të lexojë fjalën e Allahu xhaleshanehu, Allahu xhaleshanehu i jep shpërblim për çdo germ shkruajnë që lexon Kur'an. Ashtu është edhe sadakaja, ashtu edhe zekati. Ashtu është edhe pendesa, tobja që muslimani bën. Pra muslimani kur të bën tobe, pendes për një gjuna gabim, ai është duke marrë sevape nëse Allahu ja pranon atë pendes. Pse? Sepse është largu nga rruga e keqe dhe ja është nënshtruar Allahut duke kryer punë të mira, por me kusht që të mos i përsërisin ata, të mos i bëjnë rrugë ata. Sadakaja, thot profeti Muhamedi selam, është mburoje e muslimanit. Madje sadakaja bëhet shkak që njeriu me fitu kënaqësinë e Allahut. Duke fitu kënaqësinë e Allahut, muslimani është i mbrojtur. Është i mbrojtur gjatë jetës, qoftë në aspektin e mashtrimit që shejtani mund t'i bëjë një personi, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin e forcimit besimit. Por sadakaja ka edhe një armë shumë të madhe, nëse do ta quaj kështu. Sepse nëse ti jep sadaka një personi dhe nëse ai bën një lutje për ty, siç e kemi ne, Allahu ta shpërbleft. Ne nuk e dim se sa është kjo masa e shpërblimit. Nështë Allahu xhaleshanehu ja mos shpërblimit do të jetë aq e vlefshme për një person që jep sadaka, saqë do të mjaftonte një lutje për gjatë gjithë jetës. Prandaj ne nxisim besimtarët për të dhënë sadaka. Të gjitha këto që përmendëm më sipër janë disa elemente thelbësore se si besimtari afrohet me Allahun xhaleshanehu. Sfidat dhe sprovat e jetës nuk janë pengesa, por mundësi për të forcuar lidhjen me Allahun. Përmes durimit dhe lutjes, njeriu mund ta kthejë çdo vështirësi në një shkallë drejt afrimit me të. Në momentet më të errta, kur zemra ndihet e rënduar, kujtimi i Allahut sjell lehtësim dhe shpresë. Në Islam, çdo sfidë është një mundësi për të fituar më shumë sevape dhe për të ngritur shpirtërisht. Besoj se s'ka gjallësi në tokë e cila nuk është sprovuar në jetë ose nuk do sprovohet. Një moment i vështirë për ne ka qenë kur kemi pësuar një aksident duke qenë së bashku të gjithë si familje. Të shpëtonim të gjithë si familje nga një aksident i tillë për ne ishte një mrekulli që s'kishte kuptim tjetër përveç se mbrojtjes që Allahu kishte planifikuar ndaj nesh.
Ky moment I vështirë bëri që unë dhe familja ime të lidheshim dhe më shumë me Zotin, të ishim më falenderues për mundësinë e dytë që na dha, edhe të kuptojmë mirësinë e çdo gjëje që ne posedojmë në jetën e përditshme. Ky është një mesazh cilin ju a jap edhe personave me të cilët kaloj ditët e mia. Besimi ne na bën të jemi durimtar. Të jemi durimtar në çdo aspekt jetës. Besimi na bën që ne të jemi të përmbajtur. Edhe kur je I gëzuar, do të jesh I përmbajtur, mos me kalu atë masën e gëzimit, por edhe kur je I mërzitur, mos me kalu masën e hidhërimit. Pas kësaj periudhe të vështirë shëndetësore për familjen tonë, ne kuptuam se kjo ishte një mundësi për të forcuar besimin tonë. Kërkuam mbështetje nga Allahu dhe çdo lutje dhe reflektim na afroi më shumë me Krijuesin, duke mësuar të vlerësojmë më shumë çdo moment të jetës. Si shikojmë ne prezencën e Allahut? E ka afër kur ai ka një vështirësi, kur ai ka një pikëllim. Por edhe kur është I tillë I mërzitur apo ka ndonjë pikëllim, Allahu xhaleshanuhu I jep gëzimin e lumturi, sepse I thot, mbas çdo vështirësie vjen një lehtësim. Dhe kjo vjen si rezultat I nënshtrimit besimit në Allahun. Po ashtu edhe në lutje, në momente tjera të jetës së përditshme, duke dhënë sadaka, duke bërë dua dhe lutje. Njeriu në momente të vështira ose kur ka një problem me shëndetin dhe fizikun e tij, atëherë kupton më tepër rëndësinë e çdo pjesë të trupit dhe çdo shise që posedon. Në jetën e përditshme ne gjërat I marrim si të mirëqëna, por në mungesë të çdo pjese të trupit ose çdo shise në momente të veçanta, ne kuptojmë se sa falenderues duhet jemi për çdo gjë që posedojmë në jetën e përditshme. Dita nis me falenderim dhe mbyllet me reflektim. Çfarë kam bërë sot për hir të Allahut? A kam ndihmuar dikë? A kam falur dikë? A kam patur mundësi për të bërë më shumë? Ky bilanc I përditshëm e afron njeriu me Krijuesin e tij. Një zemër e mbushur me mirënjohje është një zemër e qetë. Dhe mirënjohja ndaj Allahut na ndihmon të fokusohemi te bekimet që kemi, në vend që të ankohemi për ato që na mungojnë. Siç e fillon ditën një besimtar duke I përkushtuar Allahut dhe duke ulur kokën në sejdë dhe fundi I saj vjen me përkujtim ndaj tij. Në fund të çdo dite, një besimtar reflekton mbi gjitha veprimet e mira dhe kërkon falje nga Allahu për çdo mangësi që ka lënë gjatë kësaj dite. Çdo mbrëmje është një mundësi për të falenderuar Allahun për ditën që kaloi dhe për të kërkuar udhëzim dhe mbështetje për ditën e ardhshme. Kjo do të thotë që gjatë gjithë ditës një besimtar, pra që nga fillimi I saj dhe deri në përfundim, mendjen e ka tek Allahu, tek ndihma e Tij dhe kërkon mbështetje për prezencën e Tij gjatë çdo momenti të jetës. Kur robi I drejtohet Allahut me lutje dua, Allahu xhaleshanuhu I thot krijesave me melekëve: O melekët e mi, unë filanin e du, sepse ai po përkujton mua. Prandaj kjo është një mundësi e artë. Madje thot, kur Allahu xhaleshanuhu e dën një person, një njeri I cili e adhuron Allahun, thot, unë jam thot shikimi I tij, me të cilin ai shikon. Unë thot jam dora e tij me të cilën vepron. Unë thot Allahu jam gjymtyrët e tij, këmbët e tij me të cilën ec. Pra I jep një forcë, I jep një stimul të jashtëzakonshëm besimtarit. Kjo vjen si rezultat I nënshtrimit dhe bindjes ndaj Allahut xhaleshanuhu. Për të përfituar nga mirësitë e Allahut, duhet të pastrojmë zemrën dhe shpirtin tonë. Pra të jemi sinqert. Ta pastrojmë zemrën në atë lloj mënyre sa që kur jemi duke I bërë lutje Allahut, të jemi të fokusuar dhe të përqendruar totalisht te ajo lutje. Se Allahu duket një gjuhë, se Allahu duket shiku dhe ne të jemi të pastër. Që ne të përfitojmë kënaqësinë e Allahut, atëherë kërkohet një zemër e pastër, një shpirt I pastër, si puna e një fëmiu sa po të lindur në këtë botë. Kur muslimani e gjen Allahun në çdo aspekt të jetës, ai e jeton çdo moment me një qetësi të pashoqe. Ky ndërgjegjësim sjell paqe, harmoni dhe një qëllim të lartë
të jetosh për Allahun dhe me Allahun, duke e kthyer jetën në një rrugëtim plot dritë dhe bekime. Kur jetojmë me vetëdijen se çdo vepër, sado e vogël mund të jetë një adhurim, atëherë jeta bëhet më e thellë, më kuptim plot dhe më e begatë. Nga buzëqeshja ndaj vëllait, te përkujdesja për prindrit, nga mëshira ndaj të dobtëve, te këshilla e sinqertë për dikën në nevojë, të gjitha këto janë rrugë për të fituar kënaqësinë e Allahut.